Zoti i Madhreshëm e ka kriju njeriu të jetoj për ideale. Njeriu përka natyra kërkon diçka sublime. Kërkon diçka të lartë. Ndërkohë, Zoti i Madhreshëm i ka kriju nevoja. Njeriu ka nevoja. Edhe ato nevoja duhet plotësu. Edhe krejt mirat që na i ka kriju Zoti në këtë botë janë për mi plotësu nevojat tona. Por jo idealet. Idealet janë tjera gjana. Tash, nëse njeriu i hup idealet, i hup, si më thonë, idetë sublime, edhe jeton, të më thonë, i zbret këtu, atëherë materin e bën ideale dhe krijohet një farë rrethi vicioz. Tani të më thonë, materia të hen tani një farë rrethi dhe shpejt materia mund me hup kuptimin. Sepse materia nuk është për sublimitet, nuk është për spiritualitet, nuk është për, si më thonë, për ideal. Materia është për me t'i plotësu nevojat. Është mekanizëm për është mekanizëm. Për me të çu te sublime, te superiore. Nëse tash e hup superioren, do më thonë, materia mo nuk të shërben ty, për që ta dhe, a për vrej, na jetojmë një kohë që njerëzit, do më çdo ditë ka tendencë me ndru veturën, ka tendencë me ndru iPhone-in, nuk i bën më përshtypje, nuk ngihet, sepse e ka hup idealen. Ose më keqe është kur nevojat janë bo ideal. Si mund të, çfarë infuzioni kushtimisht mund të marrim për të na këndellur në këtë aspekt? Ekzistojnë 3 mësime kuranore që ja ka thonë Zoti Muhamedit alayhis salam dhe mendoj që janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe përbojnë atë, le të themi, atë trekëndshin e një jete të mirë. Zoti i thot Muhamedit në Kur'an alayhis salam, i thot, a nuk të kemi gjetë ty jetim, e të kemi kriju mirëqenie, kujdes, të më thonë. E 2, a nuk të kemi gjetë të pa udhëzuar e ne të udhëzuam ty? 2. Edhe 3 i thot, a nuk gjetëm ty të varfën dhe të pasunuam? Faktikisht, mendimtarët islam, kur i kanë zbërthy këto porositë Zotit, i kanë zgjedhur 3 mësime jashtëzakonisht të rëndësishme për jetën. Numër 1 kanë thonë, njeriu është qenie sociale, që është, domethënë, fakti i njohur, dhe duhet të jetojë në bashkësi familjare, ose duhet të jetojë, domethënë, në shoqëni ku ka miq, ku ka shok, ku ka familje, sepse është çdo tendencë me ik prej familjes, me ik prej mikut, prej shokut, është ikje nga natyrshmëria. Dorën zemër, sistemin në cilin po jetojmë ne nuk i favorizon shumë këtu. Prandaj edhe sa ma shumë që po zhvillohet kapitalizmi i egër, aq më shumë po dëmtohet pjesa sociale.